Më 13 nëntor 1948, në qytetin e Lushnjës, lindi një vajzë që do të bëhej më vonë një nga figurat më të dashura të artit skenik shqiptar, Pavlina Mani. Që në moshë të vogël, ajo tregoi prirje të rrallë për artin, për muzikën, për interpretimin. Në qytetin e saj, përmes lëvizjes amatore dhe estradës së Lushnjës, nisi të ngjitet në skenë me një ndjenjë të thellë pasioni dhe përkushtimi, që do ta shoqëronte gjithë jetën. Pas viteve të para të formimit, Pavlina vazhdoi studimet në Liceun Artistik në degën e muzikës, ku thelloi ndjeshmërinë artistike dhe ndërtimin e zërit të brendshëm që do ta bënte unike më vonë në teatr. Në vitin 1967, Pavlina bëri një hap të rëndësishëm, u pranua në Institutin e Lartë të Arteve, në degën e dramës. Ishim vite të mbushura me pasion, me punë të palodhur dhe me ëndra. Shumë herët, ajo spikati me interpretimin e rolit të Larisës në dramën Vajza Paprik të Ostrovskit, një rol që dëshmoi thellësinë psikologjike dhe aftësinë e saj për të përcjellë emocione të ndërlikuara mes ndjeshmërisë dhe forcës, mes brishtësisë dhe pasionit. Ky rol do të mbetej si një shenjë e hershme e asaj që Pavlina do të sillte më vonë në art, një dramatizëm i natyrshëm, poetik, shpesh i përzier me nota melankoli dhe reflektimi. Pas përfundimit të studimeve në vitin 1970, ajo u emërua aktore në teatrin popullor, ku do të krijonte një karrierë të gjatë dhe të ndritur. Në të njëjtën kohë, jeta i dhuroi edhe dashurinë më të madhe. Ajo u lidh dhe u martua me regjistorin e madh Pir Romani, një ndër figurat më të rëndësishme të skenës shqiptare. Së bashku, ata formuan një çift artistësh të rrallë, ku dashuria, arti dhe përkushtimi ndaj skenës u bën një. Në këto vite, Pavlina ndërtoi figurat e para të rëndësishme dramatike, Lady Milford te Luiza Miller e Schillerit, një grua e fuqishme, ambicioze, por e përfshirë nga kontradiktata morale. Pastaj erdhi Olivia te Nata e 12 e Shakespeare-it, një rol që nxori në pah finesën, humorin e hollë dhe lirinë shpirtërore të aktores. Gjatë viteve të 80, ajo u bë një ndër figurat më të spikatura të teatrit popullor. Në skenë, ajo mishëronte me mjeshtëri figurën e gruas shqiptare, të fortë, të ndjeshme, shpesh të përfshirë në dilema morale apo ndjenja të thella njerëzore. Në këto vite, ajo u bë edhe nën, duke mbajtur rolin më të vështirë të jetës, atë të përkujdesjes, të sakrificës dhe dashurisë prindërore, një rol që, ndoshta, e bëri edhe më të ndjeshme në interpretimet e saj. Një kthes e papritur, por shumë e suksesshme, erdhi kur Pavlina provoi të luante në komedi. Publiku e adhuron akoma sot në rolin e Liris në komedinë e paharruar Ballati 176, një grua e shqetësuar, e dashur, por edhe komike, e cila përmes situatave familjare na bën të qeshim e të reflektojmë njëkohësisht. Ajo solli një humor inteligjent, të ngrohtë, pa artific. Po aq e dashur mbeti edhe si gjyshja plot jetë në 8 persona plus të Fadil Radit. Në komedi, Pavlina zbuloi një anë tjetër të vetes, lehtësinë dhe dritën, duke e mbajtur publikun gjithmonë mes buzëqeshjes dhe ndjesisë së mirësisë njerëzore. Krahas teatrit, Pavlina Mani shkëlqeu edhe në kinematografinë shqiptare. Ajo interpretoi në 13 filma artistik, duke i dhënë secilit një prani të ndjeshme dhe autentike. Publiku e kujton me dashuri si Lulushe në filmin Pas vdekjes, 1980, apo si mësuesen e muzikës në Lulkuqe mbi mure, Kristinën në Fletë të bardha, apo nënën në Bolero, 1997, rol për të cilin u vlerësua si aktoria më e mirë në Eurofestivalin e Saint-Etienne'it në Francë. Përmes këtyre roleve, Pavlina u bë një figurë që mishëronte shpirtin e gruas shqiptare në të gjitha dimensionet e saj: dashurinë, dhimbjen, sakrificën, dinjitetin. Në vitin 2000, u largua familjarisht drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku jeton prej vitesh. Por, edhe pse largat dheut, emri i saj vazhdon të mbetet i gjallë në kujtesën e artdashësve. Ajo është një shkollë e tërë e ndjenjës dhe përkushtimit, një artiste që nuk u mbyll brenda roleve, por i dha skenës shpirt, fisnikëri dhe dashuri. Për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në artin shqiptar, mban me nder titullin artiste e merituar. Sot, në ditëlindjen e saj, faqja na ishte dikur për ulet me respekt para një gruaje
që i dha shumë artit dhe publikut shqiptar. Një artiste që solli ndjenjën e jetës në çdo rol, që na bëri të qeshim, të qajmë, të reflektojmë. Një zë që s'do të shuhet kur nga kujtesa e skenës shqiptare. Gëzuar ditëlindjen Pavlina Mani. Një jetë në art, një trashëgimi që mbetet për jetë.